Donald Trump Jr., djali i presidentit amerikan Donald Trump, ka publikuar mëngjesin e sotëm një intervistë me presidentin serb Aleksandar Vučić, e regjistruar gjatë vizitës së tij të fundit në Beograd pak ditë më parë, në të cilën Vučić foli për pozicionin e Serbisë në Europë, bombardimet e NATO-s në vitin 99 dhe protestat që po zhvillohen në vend si edhe për Kosovën. Intervista në vetvete duket një tip qoke, që të dyja palët ja bëjnë njëra tjetrës duke shkëmbyer komplimente se sa të mrekullueshëm janë dy liderët Trump-Vučić dhe se sa të përbashkëta kanë dy drejtuesit aktual. Sa i takon çështjes së Kosovës, Vučić tregohet i kujdesshëm dhe i matur, ndoshta duke mos qenë i sigurt mbi qëndrimin e SBA-s ndaj Kosovës. Nuk e ngacmoi atë si çështje. Në episodin hapës të podcastit të tij Triggered, të publikuar në rrjetin Rumble, Donald Trump Jr. pas se vizita në Serbi ishte një përvojë hapëse, e përshkroi Serbinë si një vend që po përqafonte tregun e lirë që mbështeste zgjedhjen e Donald Trump në SBA dhe vlerat e lëvizjes së Trump Make America Great Again. Në fillim të intervistës, Vučić foli se ku ishte Serbia, se ishte një vend ballkanik që nuk ishte në BE, por që është në rrugën europiane. Ai theksoi se vitin e kaluar ishte ekonomia e dytë me rritje më të shpejtë në Europë dhe se shpreson që këtë vit të jetë e para. Duke folur për protestat, Trump deklaroi se më duket se tragjedia në Novi Sad duke qenë përdorur si një stuhi ndaj kapitolit të SBA-s më 6 janar 2021 dhe se ajo u paraqit si diçka që nuk ishte me synimin për të krijuar potencialisht një revolucion. Vučić tha se aksidenti në Novi Sad është shfrytzuar në mënyrë të pabesueshme, se prokuroria ka ngritur akt akuza kundër përgjegjësve të mundshëm, se të gjitha kërkesat e studentëve janë përmbushur dhe se më pas ka kuptuar se ky është një revolucion me ngjyra. Në mes të dhjetorit kuptova se ky ishte një revolucion me ngjyra, diçka që nuk mund të zgjidhet lehtë, por besoj se jemi në rrugën e duhur për ta kapërcyer me sukses, tha Vučić. Ai theksoi se për revolucionin me ngjyra janë dhënë shumë para nga jashtë, nga vende dhe fondacione të ndryshme. Vučić shtoi se Serbia po reformon më mirë se të tjerët, se ajo ka politikën e saj të pavarur, se është në anën e Ukrainës, por se nuk dëshiron të vendosë sanksione ndaj Rusisë, sepse administrata e presidentit amerikan Bill Clinton vendosi sanksione ndaj Serbisë dhe ajo nuk dëshiron t'ua bëjë këtë të tjerëve pasi nuk është gjithmonë e bindur. Ai tha se në Serbi po ndodhte një njëjta gjë si në SBA, se të gjitha organizatat jo qeveritare janë kundër tij, ashtu siç janë kundër Donald Trumpit në SBA. Vučić tha gjithashtu se organizatat jo qeveritare në Serbi kanë qenë gjithmonë në anën anarko-liberale në të gjitha krizat politike. Vučić shtoi se gjithë kjo është një ndërhyrje në procesin zgjedhor të Serbisë përmes OJQ-ve që paraqiten si të pavarura dhe se të njëjtat para po përdoren për të mbështetur mediat anti-shtetërore, duke folur për bombardimet e NATO-s në vitin 99. Ai tha se gjithmonë nuk kujton europianëve sepse e shkelën ligjin ndërkombëtar, atë vit kur nuk i interesonte integriteti territorial sepse nuk ishte në interesin e tyre. Kur u përshtatet, ata kanë vlera, kur nuk u shkon i shtyn më një anë, tha Vučić, duke theksuar se presidenti rus Vladimir Putin përdori të njëjtën arsye për të sulmuar Donbasin në Ukrainë, siç përdorën vendet perëndimore për bombardimin e Jugosllavisë. Për marrëdhëniet me Prishtinën, ai ka thënë se nuk do ta shfrytëzojë këtë rast për të folur keq për Prishtinasit dhe se ka pasur presion ndaj Serbisë. Ne gjithmonë kemi qenë të hapur për t'u ofruar një konsenzus si një marrëveshje me Prishtinën, por ajo duhet të jetë një lloj zgjidhje kompromisi, tha Vučić. Ai tha se i pëlqente ideja e Donald Trump në mandatin e tij të parë presidencial për të dhënë përparësi ekonomisë. Ai u referua ardhjes së tij në zyrën ovale dhe në nënshkrimin të traktatit të Washingtonit, për të cilën tha se europianët ishin kundra sepse donin të kishin timonin në duart e tyre. Ai gjithashtu ju referua se si u tall me atë që ul në një karrige të vogël përballë Trumpit në atë rast dhe tha se e dinte se ishte përballë presidentit amerikan dhe se duhej të bënte diçka për vendin e tij dhe kjo ishte gjëja më e rëndësishme për të. Ai e përmendi këtë kur bashkëbiseduesi i tij e pyeti nëse mund të komentonte për përplasjen verbale mes presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe presidentit amerikan Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Vučić tha se nuk ishte e lehtë për Zelenskyn të kuptonte se ai nuk ishte në pozita të barabarta me Trump dhe tha se nëse do të ishte në vendin e Zelenskit do ta diskutonte me Trump kur të fiken kamerat atë çështje. Kjo është ajo që bëra, nuk është një shfaqje për të gjithë, është detyra juaj të luftoni për njerëzit tuaj, tha Vučić. Ai shtoi se nuk do të dëshironte të ishte në pozicionin e Trump në lidhje me zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë dhe se Zoti do ta bekojë Trumpin nëse ai arrin ta zgjidhë atë konflikt. Vučić gjithashtu theksoi se Trump është shumë i popularizuar në Serbi, ku siç shtoi ai, ka mbështetjen më të madhe në të gjithë Europën. Njerëzit këtu pëlqejnë liderët sovran që nuk kanë frikë nga grushti liberal, që kritikon gjithçka që ata nuk mund të kontrollojnë. Trump është presidenti i parë amerikan që është i dashur në këtë vend dhe ky është një ndryshim i madh, tha Vučić.